ka një numër jashtëzakonisht të lartë të atyre votave për Partinë Socialiste, të cilat nuk janë të vendosura tek numri 5 të subjekti, por janë vetëm për kandidatin, dhe kjo të kuptohet që ose nuk janë ndjekur udhëzimet njëherë të partisë që pretendon që po fiton të zgjedhje, ose aty mund të ketë dhe dyshime tjera për patronazhi dhe për kontrollim të votës, qoftë edhe në diasporë. Sepse një vot për një kandidat caktuar, vetëm në një zonë të caktuar, ku një kandidat mund të ketë marrë pothuajse të gjitha votat në një kuti, kjo lë hije të mëdha dyshim. Rezultati që ka dalë për momentin kuptohet që nuk është i pranueshëm për Partinë Demokratike dhe bën një diferencë të madhe me votën e shqiptarëve këtu në Shqipëri. Vota e diasporës mund të jetë në disa raste edhe pjesëtim për 2 në krahasim me përqindjen që mund të jetë marrë në disa qarqe në Shqipëri. Po t'ja bëjmë më të thjeshtë, në qarkun e Beratit apo në qarkun e Fierit, nëse Partia Demokratike vërtitet rreth 30%, trendi në diasporë për këto qarqe është 15-16%. Çka do të thotë që është totalisht jashtë çdo lloji realiteti. Çdo lloj realiteti. Pra ne vetëm duke parë këto shifra, ne gjykojmë se është totalisht e papranueshme.